askush nuk I ka quajtur deputetët hajvan, ju e dini fort të mirë që është quajtur një person, absolutisht nuk kemi kërkuar nga qytetari I Republikës Kosovës. Edhe askush nuk I ka quajtur deputetët hajvan, edhe kjo lloj gjuhe që përdoret për të përgjithësuar, vetëm pak, kjo lloj gjuhe që përdoret për të përgjithësuar edhe për të mos I kushtuar rëndësi detajeve, krijon në publik një qasje refuzuese ndaj medjave tona. Prandaj, askush nuk I ka quajtur deputetët hajvan, ju e dini fort të mirë që është quajtur një person I cili ka bërë premtime të cilat nuk kanë qenë jo vetëm pjesë, e te kalonin shumën jo vetëm të buxhetit shtetit, por e te kalonin madje edhe shumën e gjithë GDP-s së Republikës Kosovës. Në atë kontekst është përdor ajo fjalë dhe ju mund ta përsërisni sa herë të doni. Mirë po, e pavërteta, sa do herë që të përsëritet, nuk mund të kthehet të bëhet e vërtet. Prandaj, detyrim, siç kemi marrë të drejta si deputet, ashtu kemi marrë dhe detyrime, dhe është detyrim I çdo deputeti të Republikës Kosovës ta respektoj kushtetutën, ta respektoj rregulloren e kuvendit, të respektoj vendimet e gjykatës kushtetuese, edhe ta zhbllokoj procesin. Zgjedhja e kryetarit kuvendit nuk është çështje e kompromisit brenda grupeve parlamentare, por është çështje e propozimit të partisë fituese. Dhe le të përsëritet edhe 100 herë deklarata e opozitës që ka, domethënë që ne po e bllokojmë për shkak të propozimit ton, mirë po ajo është një justifikim totalisht I pavërtet. E vërteta është se ka interesa që qëndrojnë përtej kësaj që po flasim sot, edhe ato janë krijimi I një qeverie e cila nuk e respekton vullnetin e qytetarëve të shprehur me 9 shkurt të këtij viti.